Përshëndetje. Duke përdorur drejtësinë për të hequr qafe Belinda Ballukun, Edi Rama provoi edhe një herë se njeriu burracak nuk bëhet trim as kur është në majën e piramidës së pushtetit. Ai e trajtoi zëvendësen e tij, prapa shpinës të së cilës kishte ngrënë dardha si dëm kolateral, si një e keqe për së cilës duhet të shpëtonte sa më parë nga frika se ajo po e merrte me vete, dhe duhej larguar jo nga ai, por kushdo tjetër, me një qëllim të vetëm: shpëtimin e karrikës, pushtetit dhe kokës së vet. Për turpin e tyre, dyshja Rama Balluku treguan se nuk njohin institucionin e dorëheqjes. Me këtë akt të paprecedent të largimit nga detyra, pra të flakjes, si leck me vendim gjykate të numrit 2 të qeverisë, sikur të ishte një magazinjere, dhe jo të shkarkimit të saj me propozim të kryeministrit dhe dekretit të presidentit, ashtu siç është emëruar, Edi Rama faktoi se në panik dhe tmerr është i aftë të bëjë gjithçka për të shpëtuar ligjit dhe drejtësisë. Kërcënimit, por a shumë do të marrë me vete të Belinda Ballukut, Edi Rama zgjodhi të përgjigjej jo duke e shkarkuar apo kërkuar dorëheqjen, siç ja kërkon detyra, parimi, përgjegjësia politike, por me prit pas shpine. Sot të dy janë të poshtruar, si Rama dhe Balluku, sepse ata janë në qendër të një labirinti krimi e korrupsioni, një rreth i vicioz ku kokat priten, por sistemi i së keqes qëndron. Partia Demokratike e ka të qartë dhe thekson atë që ka thënë përherë: është Edi Rama, koka e sistemit narkos, dhe parënien e tij nuk ndryshon asgjë. Nuk ka alternativë tjetër veç dorëheqjes së Edi Ramës. Kjo është kërkesa jonë dhe kushti i kohës. Kjo e bën misionin e foltores qytetare parlamentare edhe më jetik. Kjo e bën lëvizjen opozitare një kërkesë të kohës. Kjo e bën rrëzimin e narkoqeverisë një domosdoshmëri kombëtare. Faleminderit.